Kam ndjekur gjithmonë ëndrat dhe pasionet e mia. Në këtë mjedis ku ne jemi sot, unë jam përpjekur që të imitoj disa gjëra të së shkuarës. Kur nuk kam ditur të vas emras tituj, fare. Do kam qenë njeriu më i patalentuar për të vendosur tituj shkrimeve të mia. Radioja njerëz si medium është nga mediumet që unë nuk do ta lë kurrë deri në momentin që ajo do më lër mua. Top Albania Radio mua më dha pasaportën e punës. Një nga gjërat që kam mësuar në jetë dhe që nuk harroj asnjëherë është të jem mirënjohëse. Shoqëritë janë fate. Ne mund të dimë se si i duam shokët, shoqet, por jo gjithmonë i gjejmë. Nëse ti je me njerëzit e duhur, mund të krijosh kujtime të bukura në terracën e një shtëpie, e nëse je me njerëzit e pa duhur, mund të bësh investimin e jetës në kullat më të famshme të botës dhe ti nuk përjeton të njëjtat gjëra. Nuk jam njeriu tipik që duhet të bëj të gjitha dhe të bëj pazar, dhe të gatuaj, dhe të laj, dhe të hekuros. Jo. Fjala me të cilën zgjohem në mendje çdo mëngjes dhe bie në gjumë çdo mbrëmje është shëndet.